Kur kemi qenë në këngën magjike për herë të parë, me grup natyrisht, edhe foti që aty ka qenë playback, se do më thonë që ka qenë emocion aty në palatin e kongreseve, sa veta mundet me qenë aty 5-6.000 veta, edhe kur ka orë pjesa ja me këndu, do më thonë komplet ze kom pas për para, as kom pa kur gjesh, as nuk e di shush. E tekstin a, kim bajt Jo, hish komplet, as me tekst edhe fillova me këndu një pjesë një kongës krejt tjetër, po fati që aje është playback edhe nuk u vrejke andej, do më thonë ka qenë emocion diçka jashtë zakonisht që unë s'ko mujt as me kontrolu, po që moment i bukur me gjitha ta, që me mbojt si kujtim. A ka ndo një moment sot që të rikthejen ato emocionet e furta? Gjdo dit, gjdo koncert, gjdo dasëm që jam sot e kam emocionin e njejt. Deri në momentin që filloj me këndu, deri në momentin që thëmë mirë mrama, është emocioni i njejt. Do me thonë, hiq tash para pak ditër që ishim për datën e festën e 8 marsit, për shkak kamerave ata djemë të mundu me bo një video të bukur edhe mu futën zakonisht, shkoj e gjej këtë mrapa, dalë direkt në skenë, se kam emocion, po që ata kishin qef me bo një video të bukur të hyën, aty dhe të këndu, që ka qenë emocion, sa që mu lidhë ke goja, kur të ju thonë mirë mrama, edhe pse kom dalë qindra, mira herë, mundi me thonë në skenë, mu lidhë goja me nëzio thash mirë mrama, adin se edhe aj momenti të hyë aty mranda, edhe është gjithmonë emocionin njëjtë, po është emocioni bukur. E ndodhë do njëherë në bazë të kërkesave që të bëjnë dasmorët, të mos kujtohet kanga? Shpesh herë ndodha e që... Cilën kongë zakonisht që haron tekstin, pa e pa nuk e kujtojnë? Po tash adin që është janë do kongë që ndoshta nuk e këndon çdo ditë, ose që për shumë moj Bjondin me sytë e zi, e këndojmë 100 herë dhe fillimi gjithmonë do të me nëndu që është janë izme sa abit në adin. E dim nga refreni. Ka raste për shumë që nuk të kujtohet refreni, po kongën, se tash sa kongën e di, as vetë nuk e di, po që e filloj kongën edhe vetë del teksti mandej. Do më thonë se truni funksionan që asi forme që shumë raste më ka ndodhë dhe këm dëgjuhet të këngëtar tjerë që ju ndodhë njëta, dhe që filloj, do më thonë, pjesën që e di, ma ndaj vetë pjesa tjetër rrjedhë, se truri funksionan qasi forme që del në vedia funksionan. Alban, e përmende që ki qenë edhe pjesë e grupit, a me ndodhë sot kër e shë kohën mbrapa, që ka qenë vendimi duhur që ti u shkëputa? Ka qenë vendimi kohës, do më thonë, ajo ka ardhë për një arsye, do më thonë, që kemi po atë arsyeshme dhe të nevojshme me u shpërbë grupin i farforme, unë kisha aspirata tjera me vazhdu matutje. Me grupin atëherve që i kishim kalu do kohë shumë bukra, po që erë një moment ndoshta edhe kalimi, tranzicioni i moshës rinore në një moshë pak ma të pjekun,